Të gjatë jeta me shpresoj që jeni mirë, sot do të stilojmë një fund saten të zi, por për kohën e ftohtë. Fundin saten e vesha me këtë rollkën që është goxha e gjatë dhe është e ngrohtë, por kështu nuk është se po duket aq bukur, por me detaje dhe me thjeshtësi e bëjmë edhe më të mirë. Fillimisht kam vendosur këtë rrypin këto, edhe pse do doja që t'ishte pak më i trash rrypin, ndoshta do dukej pak më bukur. Vendosim kështu pak në mënyrë të çrregullt. Mund të veshim take të kuqe, ose mund të veshim take të zeza, ose edhe çizme të zeza. Kështu po duket me çizme të zeza, por nëse doni me shfaq pak lëkurë, mundeni me vesh take të zeza ose take të kuqe, varësisht prej preferencës dhe prej kombinimit. Unë po vendosim me i vesh këto sandale ose këto take, quani si të doni. Po ku e ka kjo rrypin? Okej, do e gjej. Theva thonin. Se i përket aksesorëve, eleganca kombinohet perfekt me thjeshtësinë. E këta vatët e vogël besoj që janë të thjeshtë edhe kompletojnë krejt dukjen. Po përndryshe, për mos me lanë me kaq, po e vendos edhe një orë. Orën gjithashtu e kam me print të leopardit, që zakonisht e marr këtë orë në shumicën e kohës. Do të bëj një kombinim të 3 parfumeve. Ky është parfumi që do të përdor, që është për vajza, dhe gjithashtu të njëjtin do ta përdor për meshkuj. Për këtë meshkujve do ta përdor vetëm pak, sa për të jap një nuancë pak më të fortë. Dhe si përfundim, do të vendos këtë kombinimin të Calvin Klein, dhe ky kombinim i këtyre 3 parfumave mua po më pëlqen shumë. Këtë çantën e zezë për ta kombinuar dhe gjithashtu një pallë të gjatë dhe të zezë. Dhe shumë thjesht fundin saten e kombinojmë për ditë më të ftohta, siç është Tina e dimrit. Si gjithmonë, thjesht, bukur edhe elegant. Ju përshëndes dhe ju përqafoj shumë. Mirupafshim!